LSDM kundërshton idenë për takim liderësh. Kreu i social-demokratëve Venko Filipçe tha se nuk do të bëhet pjesë e skenarit që sjell alibi për zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Ai tha se qeveria teknike patjetër të mbetet, pasi që pushteti VMRO-s dhe të tjerëve sipas tij usurpuan gjithçka sikurse gjyqësorin ashtu edhe prokurorin. Нема средства за техничката влада. Мицкоскиот тесно му се брза и бара аливи за распишување на предвремени избори. Ова што се случува е сценарио кое што е смислено уште лани, кое јас и СДСМ го разоткривме и јавно го говориме повеќе од 2 месеци. Предвремени избори па мигранти за пари. Takimi liderëve akoma nuk është thirrur, por vetëm se është paralajmëruar të mbahet në javën e ardhshme. Kryeministri Mickovski tha se është e domosdoshme të diskutohet me liderët e të gjitha partive parlamentare për temat si shfuqizimi i qeverisë teknike, ligji për Këshillin Gjyqësor, ligji i prokurorëve publik, ndryshimi i kodit zgjedhor, konsenzusi për avokatin e popullit, aspiratat në Bashkimin Evropian dhe të tjera. Опозицията тогаш нас и не ни е потребна лидерска средба. Ние со 61 гласа во парламентот можеме да го смениме на законот за влада и да избришеме техничката влада. Не ни е потребно мислењето на опозицијата, но ние сакаме да процесот биде инклузивен и покрај тоа што имаме огромно мнозинство на градоначалници, повеќе од 90% од градоначалниците се градоначалници кои што доаѓаат од владината коалиција, речиси двотретинско мнозинство во парламентот, така што ако сакавме да се однесуваме незрело како што тие се однесуваат и неодговорно, тогаш можевме тоа да го направиме и без таа лидерска средба. Partneri i qeverisë vlen shprehjet i gatshëm për takimin e liderëve. E përshëndesim iniciativën e kryeministrit për një takim të liderëve. Vlen është gjithmonë i hapur për çdo takim që ka për qëllim funksionimin e institucioneve dhe gjetjen e zgjidhjeve në interes të qytetarëve. Çdo ftesë apo iniciativë e tillë që do të arrijë në adresën tonë do të shqyrtohet me përgjegjësi dhe opinioni do të njoftohet me kohë. Takimi sipas Mickovskit pritet të mbahet para nisjes së tij për në forumin ekonomik botror në Davos të Zvicrës. Kryeministri pret që të gjithë liderët të pranojnë ftesën dhe agjendat mund të zgjerohen me propozime nga partitë e tjera. E nga BDI thonë se pas marrjes së ftesës do ta shqyrtojnë pjesëmarrjen. Ftesa akoma nuk është dërguar dhe e njëjta vetëm është e paralajmëruar. Kur të arrijmë ftesa, do ta shqyrtojmë dhe do të kemi qendrim rreth pjesëmarrjes tonë. Ligji përcakton që një qeveri kalimtare të formohet 100 ditë pas zgjedhjeve, në të cilën kryeministri është nga qeveria aktuale dhe 5 ministri ndahen midis pushtetit dhe opozitës: Ministria e Punëve të Brendshme, Politika Sociale, Financat, Shoqëria e Informacionit e Administrata dhe Bujqësia. Çështja e qeverisë teknike u ngrit disa herë. E fundit u formua me 28 janar të 2024 para zgjedhjeve të 8 majit me kryeministër Talat Xhaferi nga BDI. Më parë pati qeveri teknike edhe në vitin 2016 dhe në vitin 2020.